Të dashur, nxënësa, të nderuar, xhamatli, edhe njëherë temën që e kam përzgjedhur për juve, sonte është një temë se si ta formojmë personalitetin ton, duke bartë përvojat edhe duke qenë në kontakt me mësuesit ton, me pedagogët ton, me arsimtarët e ton. Do të thotë veç prezenca e juve që uleni para mësuesit, para hafizit të Kur'anit, kjo është një panoramë shumë e madhe dhe fuqishme, që nuk mund të zaventëson asë një lloj panorame tjetër kur nxënësi ulet para hafizit edhe i lexon ajetet e Kur'anit ballë për ballë, fytyrë për fytyre, sy para syve. Kjo është një panoramë ma e mrekullueshme ndoshta që ekziston në fytyrën e tokës. Dhe kjo panoramë ja mundson juve që ju të e formoni një personalitet shumë të fuqishëm për të ardhmen e juve. Një personalitet shumë të fortë kur t'i shërbeni shoqërisë edhe kur t'i merrni përgjegjësitë në të ardhmen ju, keni me qenë shumë ma të fortë edhe ma të fuqishëm se çdo shkollë tjetër. Për arsye se ju jeni duke jetu me një ambient i cili është 24 orë së bashku me njëri tjetrin, po edhe së bashku me mësuesit e juve, me hafizët e juve, dhe kjo juve ju jep një shtytje, ju jep një forcë, ju jep një energji të madhe që ju keni me qenë ndër njerëzit ma të fortë në shoqëri. Edhe duhet me ndi vjetën shumë krenar, jo, që jeni pjesëtar i kësaj medrese të madhe në Gjakov, duhet me ndi vjetën shumë të lumtur edhe shumë të kënaqur që ja u ka mundësu Allahu Gjeleshanu edhe ju ka zgjedh që të jeni jo nxënësa të kësaj medrese. Pse e themon e këtë? Se t'jesh në këtë ambient, ju keni mu mishëru me dy gjona thelbësore. Keni mu mishëru pikëspari me ambientet e medreses, e cila është një vakëf që e kanë lënë të partë musliman, ndoshta dërvakufet më të para që janë ndoshta truhet e Ballkanit, e që e kanë lënë ata për shpirtin e vet, e që e kanë lënë për shpërblim, dhe juve ju ka ra sot hise me qenë pjesë e kësaj medrese, ju keni mu mishërue me çdo send që është këto. Keni mu mishërue edhe me xhaminë, që e shqipni kjo xhami. Kjo juve ju futet në zemër, edhe ju futet në mendje, edhe ju futet në të pamit, ka të shkoni ju e keni xhamin me vete. Ju keni mu mishërue edhe me ambientet e dhomave që i keni. Keni mu mishërue edhe me abdeshanën. Keni mu mishërue edhe me kuzhinën. Edhe me gjitha këto objekte që e keni këto, këtë oborën e mrekullueshëm edhe antik, një oborë që të kënaqë në shpirt edhe në zemër, ju keni mishëru edhe keni mi fut në shpirt edhe në zemër, dhe kur njetën e juve s'keni mi harru mo. Kjo është që nuk mundet çdo kush me pas këtë shansë edhe këtë rast. Andaj, ndine veten ju që Allahu Gjeleshanuhu ju ka zgjedh juve t'jeni ndër nxënësat më të dallum se këtë nxënësat tjerë ndoshta të Ballkanit. E them këtë nga se askush në këtë drejtim që shkon të fejes, për mi shërbeje fejes, dinit Allahut, edhe mi shërbe shoqërisë, edhe atë dhejot, ajo është një privilegj e madhe që njeriu e zgjedh Allahu Gjeleshanu e jo që ne e zgjedh me vetë këtë profesion. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Thot, jo që ju keni dasht, po ka dasht Allahu, Zoti i botrave, që ju t'jeni nxënësa të kësaj medrese edhe në të ardhmen të i shërbeni edhe fejes edhe shoqërisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: La tezalu Allahu yagrisu fi hadha ad-din garsan yasta'miluhum ala ta'atihi.
Allahu Gjeleshanuhu vazhdon thot duke mbjell një farë, duke mbjell gjenerata, duke mbjell nxënësa, të cilët mandej do t'jenë në shërbim të fejes së tij. Do t'jenë në shërbim të Allahu Gjeleshanuhu. Do thot, ardhe juve këto është një privilegj e madhe se ju jeni në shërbim apo jeni një farë e zgjedhur që Allahu Gjeleshanu ja ka mundësue që ju të jeni pjesë e kësaj medreseje dhe në të ardhmen pritet shumë prej juve, shumë mundësi, shumë me dhonë, shumë me punu, shumë u angazhu. Kjo është nga se jeni sikur me ju ka zgjedh Allahu Gjeleshanu në këtë vend. Dhe kjo përgjegjësi që e mirëni ju këto, pejgamberi alayhis salam thot tesmeune, bimana isma'u. Thot ndëgjoni. Tesmeune, wa yusma' minkum, ndëgjoni ju mirë, mësoni mirë, t'jeni shumë përqendruar mësimet e juve. Pse? Yusma' minkum. Se edhe nga ju ka me dëgju dikush tjetër. Ju tash ndëgjoni nga hoxhallarët, nga hafizat, nga imam të ndryshëm. Edhe merrni dije. Këtë dije ju keni mja përcjell gjeneratës tjetër. Yusma' minkum, wa yusma' mimmen sami'a minkum. Edhe tjerët kanë me ndëgju pe atyre që kanë dëgju pe juve. Do thot, kjo është shkallë, brez pas breze, gjenerat pas gjenerate. Ne kemi dëgju prej profesorave tonë, prej djetarëve tonë. Edhe ne ja përcjellmi gjeneratave tjera. Ju që i merrni pe neve, ju shumë shpejt keni me na zavinsu neve. Edhe keni me dalë në këtë pozit, edhe keni me ju ligjeru tjerve. Edhe ata kanë me dëgju prej juve, edhe tjerë të vinë dëgjojnë, këto brez pas brezi, gjenerat pas gjenerate, e përcjellmi një dije të mrekullueshme, një dije të pastërt, një shërbim që ja bëjmë fesë Allahu Gjeleshanu, dhe kjo mbetet tek ne një lloj përzgjedhje nga Allahu që na ka bërë të mundshme që ne të jemi pe atyre të cilët ta përcjellmi dijen gjenerat pas gjenerate apo brez pas breze. Ju në të ardhmen keni me qenë ata të cilët keni mi dalë zot fejes. Çka nuk kupton mi dalë zot fejes? Keni mi dallu gjona të cilët janë të vërteta për jetën e njerëzimit. Dhe keni mi dallu gjona të cilët janë të kota, që nuk ju hinë shërbim njerëzimit, që njerëzimi mirët me ta shumë. Keni me qenë jo gjenerata edhe breza, edhe të ta mbroni fejen, dhe të njëjtën kohë kur mbrohet feja, mbrohet e vërteta. Andaj pejgamberi alayhis salam kur e çliroi Mekën, tha, kur filloi me ekzekutu kret ato idhuj, ato puta, gjë el haq. Tha, erdhi e vërteta, tash u vendos e vërteta, el haq, feja islame, u zeqa al batil, dërsa e kota e pavërteta, sot u zhduk edhe u largu pe këtu mujt. E ju keni me qenë ata të cilët keni me mbrojt të vërtetën, në momentin që mbrojnë fejen islame, i e duke mbrojt të vërtetën. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, yuhmelu hadha al-ilm min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu min tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ky hadith është ndër hadithet që përmban një tematik shumë të fuqishme në ruajtjen e fejes. Secila gjenerat kam i pas njerëz të cilët janë korrekt, janë të drejt, njerëz të fuqishëm, të cilët do të arrijnë me izbraps. Do të arrijnë me izbraps, do të thotë tahrif al-ghalin. Ata cilët dalin edhe bëhen ekstremistat mëdhaj, edhe e shtërmbrojnë fejen, vinë gjeneratat edhe i tregojnë, jo, nuk është kështu, po është kështone. Ose intihalin mubtilin, ata cilët vinë edhe shtojnë fej bidate,
ose bëjnë falsifikime në fe, dalin gjenerata dhe i thënë se feja nuk është me këto falsifikime, nuk është me këto gënjeshtra, nuk është me këto gjonat të cilët janë falc, apo këto bidate, edhe dalin, ju keni me qenë këto gjenerata. Dhe treta te uilë gjahilin, edhe ka me pas për atyre të cilët kanë me mbrojt fejen, nga ata të cilët sot flasin në emër të fejes e që janë ignorant, e që janë gjahila, i shef të folë në Facebook, në Instagram, na për shumë rrjete sociale, se cili flet për fe, a e ka qëllua se ka qëllua, a e nuk e din. E ju keni me qenë ata të cilët janë thënë anhu të uilë gjahilin, keni me i largu edhe me izbraps kërejt gjonat të cilët kanë të bëjnë, apo mësimet, apo komentimet të cilët vinë nga ignorantët. Sa lu në rol ki hadith, për ja të regoj një tregim, ma në men shumë mirë. Në kohën e Abasidëve, ka qenë një prej udhëhecëve El Qaimu Billah. E ka pas emrin ai cili do thot e ka ngjall sheriatin. El Qaimu Billah. Edhe vin një grup i jahudive, edhe i thënë se neve na ka shkarkue, apo na ka fal pejgamberi alayhis salam nga tatimet e shtetit. El Jizye. I fa'ul jehud min el gjizje. Thot neve na ka fal pejgamberi dhe ne nuk duhet me paguaj taksa në shtet. Edhe spari vin të aj vaziri, të aj ministri, edhe e merr letrën, edhe automatikisht i çon deri tek halifja, El Qaimu Billah. Kur i çon halifja pe lexon pe shef vulën e pejgamberit atë, edhe për shef, edhe ato dëshmitar të cilët e kanë nënshkruar se ato janë të falur prej tatimeve, edhe tash kira në dyshim, çka me bo me këta? Edhe i shkojnë ndërmend. Thot, unë jam në Bagdad. Në Bagdad ka djetar, ka ehlul hadith, muhaddithin, ka usulujin, ka, do thot, ata cilët e njohin gjuhën, edhe efton Khatib el Bagdadi. Khatib el Bagdadi ka qenë një prej djetarëve të mëdhej të kohës së vet. Edhe ka qenë një edhe në hadith, edhe në polemi tjera. Edhe ki halife i thot Khatibit, hajde thot, lexoje thot këtë letrën që e kanë prunë jahudit, që janë të lirum nga tatimet e shtetit. I fa'hum anil gjizje. Khatibi e merr letrën edhe pe lexon. Duke lexu, filloi me qesh. Khatib el Bagdadi. Pse me njëherë e zbuloj, tha se kjo është tha diçka e falsifikume. Intihalin mubtilin që tha pejgamberi selam, ka me pas njerëz që kanë me pru falsifikime, po duhet me dal dikush përpara. E kush që del dietar, i dal në xhallar. Edhe kimi njëherë filloi me qesh, tha kjo tha është e falsifikume. Ku e vrejti? Në dy personalitetin, në dy dëshmitar. Në mesin e vula ishte, së ne ka vrejt vulën. As tjerë, e vrejti në dy dëshmitar. Në mesin e dëshmitarve, që i ka falë pejgamberi selam në Hajber, jahudit për gjizje, pa në qenë edhe Sad ibn Muad, edhe Muavije ibn Abi Sufjan. Tash kur e lexon Khatibi, një hori sa dush, thot, kjo beteja e Hajberit ka ndodhur në vitin e 5 të Hijrit. Në vitin e 7 të Hijrit. Në vitin e 7 të Hijrit ka ndodhur beteja e Hajberit. Mandej ati figuron emri Muavijes, radiallahu anhu. Muaviju ende s'ka hin islam, s'o kon islam, po kon Mekë. E para. E dyta është Sad ibn Muad, sahabi e pejgamberit alayhis salam, i cili ka vdek në luftën e Hendekut, nga plagët e luftës së Hendekut në vitin e 5 të Hijrit. Dhe me njëherë u zbulu se është falc. Kush e zbuloj? E zbuloj një djetar, a i cili kishtë dije, a i cili kishtë njohuri, edhe jo keni me qenë ata djetar të cilët në të ardhmen e shpejt, do thot keni me dalë zot edhe fejes, edhe kombit, edhe shoqërisë, edhe familjes, edhe gjithçka. Mandej, vllazër, është shumë e rëndësi
pjesa tjetër që tham mishrimi i juve me kontaktin që keni me profesorat e juve, me hafizat e juve. Në momentin që ti e bë pjesë e kësaj medrese, Allah Gjeleshanuhu ta ka dhonë tije një zinxhir të dijes. Çka është zinxhiri i dijes? Zinxhiri i dijes është ai zinxhir i cili fillon nga koha e pejgamberit alayhis salam, që ka burimin prej pejgamberit alayhis salam, e deri në kohën e sodit. Në momentin që ti vjen medrese të madhe në Gjakov, ti e fut në një mirësi të madhe e cila thirret zinxhiri i dijes. Ky zinxhiri i dijes nga kush mirret? Ki mirret nga profesorat e juve, nga mësuesit e juve, nga shejkhat e juve. Këta nga kush e kanë marrë dijen? Këta e kanë marrë nga profesorat para këtënve. Ata e kanë marrë nga gjenerata tjetër, ata nga gjenerata tjetër, deri kur më rrin dija tek gjenerata e sahabëve. Edhe gjenerata e pejgamberit alayhis salam që tha, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Tha shekulli më i art, shekulli më i mirë, tha është shekullin të cilën jam unë edhe sahabët. Mandej është shekujt e tjerë të cilët vinë njëri pas tjetrit. Dhe ky zinxhir i dijes që mirret nga mësuesit e juve, hafizat e juve, dhe këta nga ata të parë, edhe kështu që kalon ky zinxhir deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në fenë islame, gjithmonë nuk mundet me qenë talibul ilm nëse nuk ka shejkh, nëse nuk ka dietar, nëse nuk ka mësues. Secili për me qenë nxënës i vishëm, i dallum, i mirë, duhet me pas mësuesin. Gjë kupton se ai i cili nuk ka mësues, të kemi një thonje e cila është shumë e rëndësi, që thot leula el murabbi ma araftu rabbi. Thot sikur mos kishte qenë mësuesi im, nuk isha me njoft as Zotin tim. Do thot mësuesi është pika kryesore që ta bën të mundshme ti me njoft rrugën e vërtet, rrugën e Allah Gjeleshanuhu. Leula murabbi, sikur mos ta kisha unë mësuesin, çka do të bënësha? Do të isha në humbje, do të isha në dalalet, do të isha në shkatërrim. Po mësuesi është ai i cili ta tregon rrugën e vërtet, edhe të njëjtën kohë të bën për atyre të cilët e njeh krijuesin tan, e njeh Zotin tan përmes mësuesit. Fjala tjetër e seleve është femen la shejkhe lehu, fe shejkhuhu e shejtan. Ai i cili nuk ka mësues, ai i cili nuk ka dietar, ai automatikisht radhitet në anën e majt. E kush është në anën e majt? Në anën e majt është rruga e shejtanit. Kur e ke mësuesin, i jenë rrugën e drejt, i jenë rrugën e djathtë. E kjo thonje seleve thot, ne thot ai i cili nuk ka mësues, atëherë mësues i tij bëhet shejtani edhe e humb. Do thot këshirë çfarë roli të madh paha mësuesi për juve, çfarë roli të madh paha hafizi, çfarë roli të madh paha i cili juve ju formulon dhe ju formon si kuadër edhe si personalitet, po edhe si kuadër i të ardhmës së këtij populli apo i këtij kombe. Tjetër që është shumë me rëndësi, thot nërbitu el khalef bis selef, o nërbitu el mutaakhirin bil mutaqaddimin. Përmes mësuesit, hafizat që i keni jo, e që janë hoxhallarët edhe tjerë, përmes mësuesit, thot ne të cilët jemi gjeneratat të vonshme, lidhni me gjeneratat e hershme. Përmes mësuesit, gjeneratat të cilët janë të fundit, lidhen me gjeneratat e para tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë nërbetul khalef bis selef. Ne e bëjmë një lidhshmëri në mes të veçliv me të mëdhenjet, në mes të fundit me të parët, në mes të rinjet me të
vjetrit. Do thot, këtë kjo, kush është ajo lidhshmëria që i lidh, është pikërisht është mësuesi, është hafizi, është hoxha, është djetari i fesë, ai ne bën neve këtë lidhshmëri. Dhe nëse ne i kemi këta mësues, edhe ulmi para tyre, atëherë ne nuk ka dyshim se lidhemi me gjenatat e hershme. Vetëm për ja bëj një lidhje të shkurt juve. Ju kur lexoni Kur'an, edhe mësoni Kur'an për hafizave të juve. Pejgamberi alayhis salam thot: "La aqulu alif lam mim harfun, innama alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Thot, unë nuk them se alif lami është një harf. Po çka? Elifi është harf në vete që ka 10 shpërblime. Lami është harf në vete që ka 10 shpërblime. Mimi është harf në vete që ka 10 shpërblime. 3 harfe, 30 shpërblime ti për një sekund, 2 sekonda e merë, veç që e lexon Kur'anin. Tash, ki lexim i Kur'anit, ku të shpijen? Përmes mësuesit tanë, hafizit tanë, hoxhës tanë, të shpijen gradualisht, brez pas breze, gjenerat pas gjenerati, që në deri tek sahabët. Kush ka qenë sahabiju që i ka lexuar Kur'anin mas mirti? Që thot 70 kaptina, 70 sure, i ka morë drejt për së drejtin nga kush? Nga pejgamberi alayhis salam. Ai ka qenë Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Ju, përmes hafizit, përmes hoxhës juve, përmes mësuesit juve, ju lidhni drejt për së drejti tek Abdullah ibn Mas'udi. Abdullah ibn Mas'udi do thot është nder, është knatësi, është respekt, mu lidh ne me ato gjenerata. E kush na lidh neve? Na lidh mësuesi, na lidh mësimi i Kur'anit. Dhe kur të lidhemi me atë sahabi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Saqai Abdullah athqalu fil mizan min jabal Uhud." Thot, këmbët e Abdullah ibn Mas'udit janë në mizan më të rënda edhe më shumë peshojnë se sa krejt kodë e Uhudit. Kodë e Uhudit është një kodër shumë e madhe, po pa diçka që është më e madhe se ajo kodër. Pa diçka që është edhe më e rëndë se ajo kodër. Kush ka na? Lexuesi Kur'anit, Abdullah ibn Mas'udi. Kodë e Uhudit i ka 5 kilometra prej Medinës, xhamisë pejgamberit alayhis salam. 7 kilometra është e gjatë, 2-3 kilometra është e gjanë. Edhe koka një person i cili në peshojën e Allahut koka ma me peshë se sa kodë e Uhudit. A pishe me ka jeni të lidh jo? A për ndëgjani? Jeni të lidh me një person i cili ka peshë të madhe. Do thotë, në fenë islame nuk matet pesha nga pamja, as nuk matet nga sasia, as nuk matet nga dokja, po matet nga veprat edhe nga zemra. Ju keni veprat mëdhoja edhe keni zemër të madhe. Edhe pse shihni kështu që alojeni të vegjel, mirë po zemra juve, shpirti juve, veprat e juve janë më të rëndë sa kodë e Uhudit. E kur e tha pejgamberi alayhis salam këtë, e tha Abdullah ibn Mas'udi kishte qellu në pemë. Edhe filloi thot një erë, duke e bardhë. Edhe tash sahabët fillun me qesh. Pejgamberi tha, pse po qeshni, tha? Po qeshni, tha, me kombet e Abdullah ibn Mas'ud se koni zajft. Thot edhe që pe ban pema në herë djathtë edhe në herë dëmajt pe erës. Thot e dini kush është Abdullah ibn Mas'udi? Tha te Allahu në peshojën e Allahut ta është më e rëndë se kodë e Uhudit. Edhe ata u befasun. E është nder, është kënaqësi, ju si nxënësa përmes mësimit Kur'anit, nga mësuesit e juve, nga hafizët e juve, mu lidh me Abdullah ibn Mas'udin prej sahabëve, i cili është ehadul mubashirin bil janne, ka qenë prej sahabëve që pejgamberi selam për së gjalli e ka përgëzue me xhenet. Do thotë për juve që jeni hufadhul Kur'an, hafizat Kur'anit, e që e mësoni librin e shenjtë, ju jeni njerëz ma me peshë që ekzistoni. Është një thonje e arabëve thot,
Yushku an al-qawm sigaruhum wa an takunu kibaru akharin. Thot, ndoshta ju këto e konsideroni veten që jeni të vegjël. E konsideroni. Mirë po, yushku kibaru akharin, ju jeni të tjerë, jeni shumë të mëdhej. Pse jeni të mëdhej të tjerë? Se kërejt fokusin e kanë ka medresja. Kërejt vesin e pysin për juve. Kërejt ju respektojnë juve. Kërejt ju dojnë juve. Do të thot, ju në hapësirë, edhe në trojet balkanike, edhe në trojet shqiptare, ju jeni të mëdhej. A këto në medresja jeni të vegjël. A tek masa këtë tjertë jeni të mëdhej, se jeni të bon një punë të madhe, që rrallë kush mundet me bon, me mësu librin e Allahut për mensh, me mësu Kur'anin. E kjo është një sihareq i madh edhe për juve, po edhe për tjerë, për punën që jeni të bonve, edhe për rezultatet që jeni duke i tregue. Kullu men yatlubul ilme biduni shekh fe huve fi dhalale. Kush do thot që kërkon dijen, pa e pas mësuesin e vet, thot ai ka më shku në dalalet. Ai ka më shku në humner, ai ka më shku në devijim. Pse? Se dija qysh trashëgohet. Leximi i Kur'anit qysh trashëgohet? Trashëgohet bit telaqi, gojarisht. Ai mësuesi, arsimtari e thot, ja ju ledhina amenu kutiba alejkumus siyam, e thot një ajet Kur'anit, edhe ti e përsërit. Kjo është forma ma e qëllume dhe ma e mirë që ju e merrni nga mësimi përmendsh i Kur'anit. Por çka e them këtë? Përveç asaj që ceka më herët zinxhiri dijes që shkon deri tek pejgamberi selam, tek mësuesit e juve. Është edhe diçka tjetër që trashëgohet brez pas brezi. E ajo i thojnë nurun ala nur. Kurdo që e mëson Kur'anin, edhe kurdo që i shërben fejes, në ftyrën e tij thot e ka një nur. Në ftyrën e tij e ka një dritë, që nuk e kanë gjeneratat e tjera. E tash, kur ju uleni para mësuesit, edhe merr leximin e Kur'anit, automatikisht i kemi marrë edhe nurin e mësuesit tanë. Tash, ai nur ka ardhur. Ai nur është bardh brez pas brezi, gjenerat pas gjenerate, është bardh deri tek pejgamberi selam. Andaj Kur'ani tha, ma zagal basaru wa ma taga. Për dritën e pejgamberit, për shkëlqimin. Shikimi i tij thot ka qenë impret, ka qenë shikim i drejt, i cili ka prodhu numër, ka prodhu dritë. Wa ma taga, edhe nuk i ka tekalu kur normat. Edhe nuk ka shiku ata shka s'duhet me shikue. E tash, qaj shikim, qaj nur i pejgamberit alayhis salam është bardh gjenerat pas gjenerate, bez pas brezi, tek mësuesit e juve. E ju e mirnin nga mësuesit e juve, edhe keni me bardh tek gjeneratat, edhe tek brezat e tjerë. Do thot, edhe kjo është një veçori që nuk e kanë të tjerët. Mandej, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, el ulema'u warathatul anbiya. Me marrin fund pejgamberëve, me vdekjen e pejgamberit alayhis salam, Muhamedit alayhis salam, që ka qenë pejgamberi i fundit, khatemun nebijin, vula e pejgamberëve. Atëherë ma pejgamber nuk ka pas ti, edhe ne ma nuk kemi çka me pa nga pejgamberët, nuk i shohim, nuk i ndihem. Mirë po, thot el ulema'u warathatul anbiya. Dy gjana në lojnë e pejgamberët. Shpallje nuk ka, po ka dije, ka ilm. Kurdo që mirët me dije, me shkencë, me ilm, ai është në një pjesë djeg të shpalljes, dërgatës. Edhe kushdo që mirët me dije, ai të njëjtën kohë ka trashëgue atë çka kanë lënë pejgamberët. E çka kanë lënë pejgamberët? Kanë lënë dietar. Pejgamber nuk ka, po ka dietar. Warathatul anbiya, cilët janë trashëgimtar të kujt? Të pejgamberëve.
Wal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Thot pejgamberët nuk kanë trashëguar as mall as pasuri. Warathu al-ilm, kanë lënë për trashëgim dijen. Fa in akhadhu bihadhin wafir. Edhe kur ta merrni dijen, thot merrni fuqishëm. Merrni me seriozitetin më të madh, më të plot, merrni këtë dije edhe këtë mësim të Kuranit. E ju e keni fatin që keni me kanë të ardhmen dietarë të këtij vendit, e dietarët të vendit janë trashëgimtarë të pejgamberëve, edhe pejgamberët janë njerëz të cilët janë në xhenet, inshallah, edhe ne ku dalmi prej kësaj bote do të jemi së bashku me ta. Pejgamberi selam tha: "Inna Allaha yarfa qaumun bi hadha al-kitab wa yada akharun." Kur thash më herët, ju jeni shumë të mëdhej të tjerë. Pse? Juve ju ngrit Kur'ani. Yarfa bi hadha al-kitab, me këtë libër, me këtë Kur'an, juve ju ngrit edhe ka autoriteti, edhe ka dashuria, edhe ka respekti, po edhe te Allah xhaleshanu keni shpërblim më shumë se çdo gjeneral dhe çdo nxënës tjetër. U yada akharun, e ata që nuk mirën me Kur'an, nuk mirën me fe, nuk mirën me dije, nuk mirën me shkencë, ata thot mbetin të humbur edhe mbetin për mbrapa. E ju, Allah xhaleshanu ju ka zgjedh të jeni pjesëtar të kësaj medrese, pjesëtar të kësaj vatre të dijes, që keni me shkëlqije në të ardhmen dhe keni me qenë sikur sa ato yllëzit që janë në qiell dhe i shohmë ne, ju keni me qenë yllëzit që keni me shkëlqije në tokë.